Vllaznia e basketbollit për meshkuj e mbyll me fitore vitin 2025, teksa mbrëmjen e së dielës ka mundur ekipin e Kamza Basket me rezultatin 74-67, ndeshje kjo e vlefshme për javën e 11 dhe të parafundit për fazën e parë të kampionatit të Superligës së basketbollit për meshkuj. Sfida e luajtur në pallatin e sportit Qazim Dervishi është shoqëruar me rivalitet mes dy ekipeve, ku periudha e parë mbyllet me shifrat e barabarta 18-18. Rivaliteti vjon edhe në 10 minutëshin e periudhës së dytë, ku vetëm në fund Vllaznia shkëputet me një pikë diferencë duke fituar këtë periudhë 21-20, si dhe pjesën e parë 39-38. Ajo që vendos fatin e takimit është periudha e tretë, pasi djemt kuqeblu të drejtuar nga tekniku Lazani luajnë më mirë, ku duke shfaqur frymën e grupit në fushën e lojës shpërblehen me fitoren e kësaj periudhe 20-11, duke quar avantazhin në plus 10 pikë. Lufta sportive vazhdon edhe në periudhën e katërt, por Vllaznia arrin të fitojë në total me shifrat 74-67, fitore kjo që i mban kuqeblut në katërshin e parë të tabelës së klasifikimit. Në radhë parë du të përgëzoj ekipin e Kamzës dhe trajnerin Prodani për lojën e bukur që bëjnë dhe mund të jetë një ndër ekipet më të vështira në kampionat për sa i përket përgatitjes paraprake që duhet me bë për me luajtur kundra tyne. Gjithmonë Vllaznia ka pas Kamzën që i ka hap problemet më dhaja, sikur kam kanë unë trajner, po edhe kur nuk kam kanë trajner, i ka hap gjithmonë shumë probleme, kështu që jam shumë i gëzuar për lojën e ekipit të mësante. I falenderoj gjithë djemt për si ta them, lanë shpirtin fushë të gjithë. Pavarësisht incidenteve të ndryshme që mund të kishim fushë, jam shumë krenar për lojën e tyre sot. Arma jonë më e fortë ka qenë loja në grup. Loja në grup, karakteri dhe dëshira e madhe që tregon djemt tonë për me fitu. Kena edhe një ndeshje për me mbyll fazën e parë, e cila do zhvillohet me datë 10 janar, kundra Teutës, po prap këtu në Shkodër. Ajo është ndeshja e fundit e fazës, ajo pak a shumë e vullos edhe renditjen tonë në klasifikim.